Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, interesi për eliminimin e së shtunës në Big Brother VIP është në kulm. Publiku po ndjek me vëmendje çdo lëvizje dhe sondazhet online kanë nisur të japin sinjalet e para. Në garë për t'u larguar janë Baby G, Miri, Greta, Ina dhe Rogerti. Nga rezultatet paraprake, përqindjen më të lartë për t'u larguar e ka Ina me 38%, e ndjekur nga Rogerti po me 38%. Më pas renditet Baby G me 25%, për t'u larguar dhe në fund Miri dhe Greta me 0%. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Por pavarësisht rezultateve, ajo që pritet të largohet është Ina, pasi duket se nuk ka më asgjë që e mban në lojë. Kujtojmë se këta banor shkuan në televotim pas nominimeve 2 emra, 2 arsye që vetë banorët dhanë. Po ju, kush mendoni se do të largohet?